Unë mendoj që raportet Kosovë-Shqipëri janë të mira, domethënë raportet në nivel shtetëror, raportet në mes të liderëve gjithmonë, po. Edi Ramës sigurisht që nuk janë të mira, sa të ata përpiqen të shtiren sikur ta injorojnë të mendoj atë raport që kanë mes vete. Ky raport është krijuar për shkaqe për të shumta, për dy anshme. I pari në këtë, domethënë fajin në prishjen e këtyre raporteve e ka Albin Kurti për shkakun që ai mori pjesë në zgjedhjet kombëtare në Shqipëri para 4 viteve, sa kur ishte. Po, 2021-shin, po. Po, 2021-shin, dhe kësaj bëri një gjë të pahishme, dhe prandaj gjë që e përmirësoi në këto zgjedhje, sepse në zgjedhjet e fundit nuk mori pjesë. Dhe aty natyrisht me të drejtë Edi Rama ka pas drejt të zemrohet në të. Mirë po edhe t'ja rikthej, domethënë të akmerret ndaj Albin Kurti. Por në çastet mes Albin Kurtit dhe Edi Ramës, në këtë luftim mes tyre, injorimet her pas hershme të njëri tjetrit, ka një dallim, sepse Albin Kurti asnjëherë nuk e ka dëmtuar Shqipërinë. Domethënë në veprimet e veta kundër Edi Ramës, në ndërkohë që edhe në fakt, edhe kur ka shkuar me votu në Shqipëri, në fakt ai ka poshtruar shtetin e Kosovës. Nuk e ka dëmtuar Shqipërinë se ka shkuar me votu atje. Ka dëmtuar raportet me Edi Ramën, por jo Shqipërinë si shtet, domethënë thjesht ka kryer një obligim qytetar si qytetar i Shqipërisë. Por duke qenë kryeministër i Kosovës, shfrytëzimi të drejtës qytetarë në Shqipëri ka qenë një mënyrë, një tradhti ndaj vendit, tradhti ndaj Kosovës, dhe ka qenë një veprim i tij, domethënë i poshtrues ndaj Kosovës, jo poshtrues ndaj Shqipërisë. Por Edi Rama në veprimet e veta përballë me Albin Kurtin, shpeshherë ka dëmtuar interesat e Kosovës. Ishte i pari kryeministër që ndërmori masa ndaj Kosovës, kur anuloi mbledhjen e dy qeverive, mbledhjen e përbashkët të dy qeverive, edhe gjë më keqe ishte kur propozoi draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, i cili është shumë i keq për Kosovën, më i dobishëm për Serbinë, se sa draft statutit që ka propozuar Bashkimi Evropian. Më vonë. Domethënë dhe ai në një mënyrë i ka zbrit pazarin Kosovës dhe i ka mbajtur anën Serbisë me këtë veprim. Dhe ky veprim nuk është vetëm kundër Albin Kurtit, është edhe veprim kundër Kosovës në radhë të parë. Prandaj ky është dallimi në mes të asaj, domethënë çësave që kanë pasur dy kryeministrat shqiptar.